Po e nisim nga operacioni i Izraelit, ushtrisë izraelite në Gaza, i cili ka hyrë në një fazë të re më intensive, duke zhvendosur një pjesë të konsiderueshme tashmë të popullsisë në drejtim të jugut, si dhe duke marrë parasysh një element mjaft të rëndësishëm edhe për shëndetësinë dhe për shërbimet ato që mund të quhet që kanë ngelur shërbime në Gaza, mungesën e energjisë elektrike prej tashmë gati 2 vjetësh. Çfarë mund të themi në tërësi për situatën atje? Tragedia vazhdon në Gaza. Tani do të jetë edhe 2 vjetori. Kuptohet që qeveria e Izraelit është në panik për shkak se nuk u mori mendja se mbas 2 viteve ne do të flasim për luftën në Gaza. Ata ndoshta mendonin megjithatë për krahjen ndërkombëtare, sidomos me përkrahjen e SBA-s brenda 2 muajve. Ato do të arrinin që ta fitonin Hamasin, por ja që tereni tregoi se nuk është edhe aq e lehtë. Për shkak se motivimi i ushtarëve të Hamasit është shumë i madh, ata nuk dorëzohen dhe luftojnë deri në vdekje. Mirëpo është një ndër befasitë se nga i merr Hamasi gjithë ato armatime, që u ka shkaktuar mijëra të vrarë ushtarë izraelit dhe 10 mijëra të plagosur. Kjo kuptohet se ka qenë një plan i mirë organizuar nga Hamasi. Unë kam idenë time apo teorinë time se nga gjithë ato armatime i ka Hamasi. Besoj që në periudhën kur kryetar shteti në Egjipt ishte Mursi, brenda një viti apo një vit e gjysmë sa ishte ai president, nëpërmjet tuneleve prej Egjipti në Gaza kanë hyrë me tona municione, dhe të gjitha ata municione e shpëtuan Hamasin që të rezistoj. Ajo është njëra, mirë po ato harxhohen. Tani nga i merr municione tjera, besoj që edhe vetë Hamasi apo ata çka janë operativ mbas asaj çka e kam dëgjuar, ata thuajnë se shumë bomba që hudhen prej aeroplanit nga 2 ton municione, ata nuk plasin për shkak se rëra është e butë në Gaza, dhe ndodh që ndonjëra nuk plasën, dhe ata mandej shkojnë e marrin eksplozivin prej atyre bombave dhe i prodhojnë vetë armët. Pra kjo nënkupton se Hamasi nuk ka krizë për municion dhe nënkupton se lufta do të vazhdoj dhe gjithë kjo përpjekje e ushtrisë izraelite do të jetë e kotë. Tani ata përpiqen që të hyjnë shtëpi në shtëpi, sidomos në pjesën veriore të Gazës, po kjo do nënkuptoj se do të rritet numri të vrarëve ushtarëve izraelit dhe të plagosurve dhe si pasojë do të rritet edhe presioni kundër qeverisë izraelite që ta ndërpres këtë luftë për shkak se nuk ka sukses. Megjithatë, nëse Hamasi po reziston siç thua ti, ka një anë tjetër të medaljes që është vuajtja e madhe e popullatës civile të palestinezëve. Dhe kjo është edhe çështja kryesore, domethënë për cilën do doja që të flisnim. Ka një zhvendosje masive, të paktën siç raportohet nëpër media, brenda Gazës, rreth 40% deri tani. Nuk e di nëse kjo është një shifër e saktë apo jo, po. Po shifrat janë të trishtueshme të atyre që janë vrarë dhe që do të vriten gjatë kësaj periudhe, por si duket ai popull është pak më ndryshe se popujt tjerë dhe nuk e shiqojnë këtë jetë sikur e shiqojnë sidomos ata në Perëndim. Ata kanë vendosur që o të fitojnë, o të bëhen shehid, që nuk kupton se do të shkojnë në xhenet dhe morali i tyre është i lartë. Nga e dim ne që është i lartë, për shkak se mos ishte i tillë, ata të gjithë do të kalonin në kufit e Egjiptit. Po përderisa nuk ka turma që shkojnë në kufit e Egjiptit, nënkupton se ata kanë vendosur të vriten apo të vdesin, apo të fitojnë. Dhe unë besoj që ata do të fitojnë. Nuk ka familje në Gaza që nuk ka ndonjë afërm të vrarë, dhe i dhërimi i tyre shumë i madh, dhe mezi presin që ushtarët izraelit të hyjnë në brenda shtëpive të qytetit të Gazës, në rrugët e Gazës, që tu hakmeren. Dhe kjo besoj unë që do të jetë gabimi më i madh i qeverisë izraelite, dhe më vjen mirë që bëjnë ata gabime, për shkak se unë prej fillimit, prej 7 tetorit 2023 e kam ndajt menden, jam me popullin e Palestinës, e përkrah rezistencën e Hamasit, dhe çdo sukses i tyre më gëzon edhe mua.
kuptohet që vuajtjet, jo që janë tani për popullatën, ata gati 15 vite janë në shtetërrethim, e kanë të kufizuar edhe energjinë, edhe ushqimet, jo prej para 2 viteve, po shumë më herët, janë burgosur, janë torturuar, janë vrarë. Kjo nuk është herë e parë që Izraeli e sulmon Gazën, dhe ata janë pajtuar me këtë fat, dhe kuptohet që besimi është ajo çka i mban. Besimi në islam, besimi në të drejtën e tyre që kanë jetuar në ata vende shekullore, dhe për dallim nga popujt tjerë, ata janë një shembull që do të mbetet në histori se çka do të thotë rezistencë. Qartë. Mirë, duhet kaloj në një çështje tjetër ndërkombëtare tani, Frymëzim. Duhet të shkoj në Mbretërinë e Bashkuar, atje ku presidenti amerikan Donald Trump ka zhvilluar një vizitë së bashku me zonjën e parë, ku janë takuar veç të tjerash sigurisht me mbretin Karlin e tretë, mbretëreshën, por edhe me kryeministrin Keir Starmer në konferencën për shtyp me të cilin presidenti Trump ka bërë deklarata të forta edhe sa i takon Vladimir Putin, duke treguar zhgënjim si pasojë e mos angazhimit të Vladimir Putin për një paqe. Madje duke lëshuar edhe deklarata të forta, Frymëzim, në të tipit që kjo mund të çojë në një luftë, po një luftë me superfuqive tashmë, një apokalips. Tani nuk e di, a janë këto deklaratat zakonshme të presidentit Trump apo është serioze situata? Tani, Trumpi kur flet, nuk duhet asnjëherë ta marrim seriozisht. Tani, pak edhe e ka moshën, i afrohet shembullit të Bidenit, i cili nuk merrej seriozisht, ka edhe çështje shëndetësore, si duket në kohë të fundit. Mirë po kuptohet që politikën e tij e udhëheq administrata e tij. Tani më shumë Trumpi e luan rolin ceremonial, sidomos kjo vizita dhe fotografi që ka i shiqojmë në ekran, është diçka çka e gëzon Trumpin. Ai gjithmonë e don luksin, e don respektin e madh, dhe kjo është një shembull i tillë. Besoj që është për herë të parë që në fakt Britania e Madhe ka organizuar një banket të tillë. Kuptohet që ka pas edhe më herët kjo, mirë po kjo është më e madhja në aspektin e harxhimeve të financave dhe organizimin e madh që e kanë bërë. Edhe kjo për arsyen se Trumpi i don këto. Dhe kjo gjatë kësaj periudhe të Trumpit, periudhës së dytë të mandatit të Trumpit, është vizita e dytë në Britaninë e Madhe. Ishte edhe një herët më herët, ku takua vetëm me kryeministrin Shifut të Britanisë Starmer. Mirë po kësaj radhe erdhi të takohet me mbretin. Tani Trumpi ka edhe lidhje me Britaninë e Madhe, për shkak se nëna e tij është lindur në Britani, dhe Britaninë e shiqon ndoshta edhe si shtet të dytë të vetin, po edhe për aspektin të marrëdhënieve speciale të Britanisë së Madhe me SBA-n, për shkak se ne e dimë gjatë historisë, SBA-ja para se të pavarësohej ishte koloni e Britanisë dhe kuptohet që gjuha angleze gjuhë zyrtare, dhe në çdo aspekt ata kanë lidhje. Është interesante për shkak se një ndër politikat që ka ngritën dhe ja bën karrierën politike Trumpit ishte gjuha e tij kundër emigrantëve, por ja që nëna e Trumpit është një emigrante në SBA dhe gjyshi i Trumpit tani e dim që është i lindur në Gjermani. Pra ai është një familje emigrantësh. Mirë po e gjithë politika e tij është e mbështetur në politikën kundër emigrantëve. Dhe kuptohet që tani marrëdhëniet do të jenë mirë me SBA-n dhe Britaninë e Madhe përderisa është Trumpi, dhe kjo është mirë që ata kanë marrëdhënie të mira për shkak se i kanë interesa të përbashkëta. Kuptohet që e gjithë ekonomia dhe tregtia e Britanisë së Madhe mbaret nga eksportet në SBA, dhe e kemi diskutuar më herët për tarifat kur kanë biseduar, apo ne kemi biseduar. Anglia ka vetëm 10% tarifa, përderisa Evropa ka 15% dhe shtetet tjera shumë më shumë. Pra edhe këtu mund ta shiqojmë se marrëdhëniet e Britanisë dhe SBA-s
janë të mira dhe ata do të thellohen edhe në të ardhmen. Ndërkaq që po flas edhe për shkurtimisht për ta mbyllur këtë pjesë, ti më thej që deklaratat e Trumpit në konferencën për media me Keir Starmer për Putin nuk duhen marrë seriozisht te ti. Jo, nuk e them në atë kuptim, mirë po çështja se Trumpi i mblodhi të gjithë liderët evropian në shtëpinë e bardhë, na kujtohet ajo fotografia kur ai ishte në krye të tavolinës dhe në karike ishin të ulur shumica e liderëve evropian. Dhe ai ju tha që çështja e Rusisë dhe Ukrainës nuk është më çështja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne vetëm do të provojmë armë dhe do t'u ashesim juve, përderisa ju mund ta furnizoni Ukrainën me armë. Me atë ai donte të thoshte që përgjegjësia e humbjes së mundshme të luftës në Ukrainë do të mbetet mbi ju, për shkak se Trumpi u ren të dalë si humbës. Kjo ishte edhe arsyeja pse e ftoi presidentin e Rusisë në Alaska, të njëjtat fjalë ja tha edhe atij, që ne dal nga dal largohemi dhe kuptohet që në buxhetin e ri të SBA-s nuk do të parashihet ndihma për Ukrainën, sikur ishte rasti në të kaluarën, kur i jepen miliarda dollar prej buxhetit të amerikanëve Ukrainës, për shkak se vetë votuesit e Trumpit janë kundër kësaj, dhe Trumpi si duket është i bindur që nëse vazhdon këtë luftë, ai do ta humbe këtë luftë dhe nuk do deshet që të dalë humbës, po edhe nuk do të deshet që të hyjë në një konfrontim me Rusinë, e cila është edhe një superfuqi nukleare dhe ta rrezikoj shtetin e SBA-s në një luftë të mundshme jo vetëm me Rusinë, por edhe me aleatët e Rusisë, sikur është Kina, Irani apo Korea e Veriore, dhe që do ta fuste në pikpyetje ekzistimin e SBA-s. Pra në këtë aspekt Trumpi bën një politikë të mençur, besoj që ndoshta këshilltarët e kanë këshilluar që të veproj ashtu, dhe si duket ai në këtë rast i mbron interesat e amerikanëve, mos e fut Amerikën në një luftë botërore. Çështja tjetër që duhet të flasim së bashku vazhdon ka të bëjë me Rusinë, por tani në Bashkimin Evropian, të cilët, siç edhe e the ti, gjenden vetëm përballë Rusisë. Po themi kështu, Bashkimi Evropian ka miratuar paketën e 19 të sanksioneve kundër Rusisë me fokus tek gazi, lëngshëm dhe tek energjia. A janë këto një hap përpara ndalimit të plot të eksporteve ruse, ashtu siç shumë lider evropian kanë disa kohë që e artikulojnë dhe e dëshirojnë, pra përgjunjjen e plot ekonomike të Rusisë, me qëllim që të ndalojnë luftën në Ukrainë, sigurisht, duke qenë se tashmë gjenden edhe vetëm pa përkrahjen e Washingtonit. Po, tani edhe kjo pyetje kur parashtrohet, besoj që edhe ndjekësit që na dëgjojnë nuk e besojnë se Rusia mund të bjerë në gjuj nga sanksionet e Unionit Evropian, për shkak se nuk e ka kapacitetin Unioni Evropian që ta detyrojë Rusinë. Rusia i ka të gjithë resurset e mundshme, ndërkombëtarisht ka marrëdhënie të mira tregtare me thuajse gjithë botën përveç perëndimit, dhe nuk ka se si dëmtohet ekonomia e Rusisë, kuptohet i kanë edhe njerëzit e aftë. Ekonomia e tyre ka rritje të madhe ekonomike, të paktën 5% brenda vitit kanë rritje ekonomike. Problemi është e Evropa, të cilat janë në recesion, si Gjermania, ashtu edhe Franca ka hyrë në krizë, po edhe Britania e Madhe, edhe pse nuk është në Bashkimin Evropian, edhe ata janë në një krizë ekonomike. Tani kur flasim për sanksionet, sidomos të gazit të lëngshëm, ne duhet të kuptojmë që këtu bëhet fjalë për lobimin e amerikanëve që evropianët mos blejnë gaz prej Rusie. Pse? Për shkak se të gjitha ata rafinerit apo prodhuesit e gazit në Amerikë, që kanë kompani të fuqishme, ata dëshirojnë që ta shesin gazin e tyre sa më shtrenjtë. Dhe ata u thuajnë evropianëve bënju sanksioneve Rusisë që ta bleni 5 fish më shtrenjtë gazin prej Amerike, mirë po kjo është duke shkatruar industrinë e Unionit Evropian, për shkak se nuk janë konkurrent në tregun ndërkombëtar. Përderisa prodhimi i rritet kostoja për shkak të gazit,
atëherë se ai produkt bëhet më i shtrenjtë dhe kur del në treg, ajo nuk blihet për shkak se është shumë më i shtrenjtë. Përderisa ai kines blihet për shkak se tani Kina do ta marrë gazin prej Rusie dhe kostoja e prodhimit të mallrave të tyre do të bjerë. Pra kjo nënkupton se në dekadën e ardhshme Evropa do të hyre në një recesion të thellë dhe ndoshta industria e saj dal nga dal do të vijë në atë nivel që do ta ketë të vështirë të rikuperohet dhe i bëj një thirrje për arsye se jam master i studimeve evropiane, pra jam ekspert i Unionit Evropian, që të largohet Evropa apo Brukseli nga ndikimi i lobistëve amerikan dhe që kthehet interesave të tyre, që ta blejnë gazin prej Rusie për shkak se ishte gazi i lirë i Rusisë, e cila e ngriti ekonomikisht Evropën, dhe politikanët evropian besoj që kjo gjenerat është duke shkatruar si ekonominë evropiane, po ashtu edhe Unionin Evropian si një projekt i suksesshëm. Tani më askush nuk beson që Unioni Evropian mbas 10 viteve ndoshta nuk do të ekzistojë. Dhe gjithë kjo bëhet për shkak të fajit të politikanëve, të cilët janë në ndikim të amerikanëve, dhe besoj dhe shpresoj që të tërhiqen nga ndikimi i tyre dhe të shiqojnë interesat e industrisë evropiane, të qytetarëve evropian dhe të ardhmes evropiane. Më vjen keq që bën një parashikim të tillë sepse ne këtu në Shqipëri, kryeministri Edi Rama na ka premtuar si program elektoral që në vitin 2030 ne do hym, ndoshta edhe më përpara, në Bashkimin Evropian, kështu që është pak kësaj trisht kjo që Bashkimi Evropian mundet të mos ekzistojë më kur të hym ne. Megjithatë, do të ndërhyj këtu të jap një koment. Është detyrë politikanëve që të japin një shpresë qytetarëve, që të kenë një vizion. Dhe kuptohet që në Shqipëri e gjithë propaganda bëhet fjala se Evropa është diçka shumë e mirë, do të kemi të ardhme të mirë. Unë do ta marr vetëm si shembull Bullgarinë, e cila ka hyrë në Unionin Evropian në vitin 2007 apo 2008, pra dikund afër 18 vite, dhe nëse ka pas dikush mundësi të ketë qenë në Bullgari, do të shiqoj se nuk ka ndonjë ndryshim të madh pozitiv, ndoshta edhe mund të ketë negativ. Pra edhe nëse Shqipëria hyn në vitin 2030 në Evropë, nuk do të thotë se ajo do të jetë diçka e mirë për Shqipërinë, këtë desha tua them qytetarëve, dhe të gjitha ata premtime ja e lexova gjë se fjala rroga e mësuesve në vitin 2030 do të jetë 1250 euro, dhe kuptohet shumë mësues gëzohen nga ky lajm. Mirë po, ata duhet ta dinë se ndoshta 1250 euro në 2030 vlera e asaj pare do të jetë më e vogël se vlera e paras që e marrin sot, për shkak se inflacioni rritet. Dhe kuptohet çmimet do të rriten, pra mos të manipulohen shumë lehtë qytetarët e Shqipërisë nga premtimet boshe të kësaj qeverie të dështuar të Shqipërisë. Jo që kam kundër kësaj qeverie, po edhe ata më herët nuk është se kanë qenë më mirë. Mirë po rrugat të cilën ata e kanë zgjedhur, fjala se gjithçka varet prej perëndimit dhe Evropës dhe atje është e ardhme, është e gabuar. Shqipëria, për shkak se ka edhe pozitë të dalje në det, ata mund të bëjnë tregti edhe me Azinë, edhe me lindjen e mesme, pra mos përqendrohen vetëm te perëndimi, për shkak se e ardhmja është Azia. Qartë, mjaft interesante kjo tezë. Në fakt e kam dëgjuar. Tani, përpara se të kalojmë në Kosovë dhe në Maqedoninë të Veriut, shumë shkurtimisht një çështje tjetër që ka të bëjë me protestat në Francë. Franca gjendet prej ditësh ose javësh, nëse mund ta themi kështu, në protesta që prej emërimit të kryeministrit të ri nga presidenti Macron, kryeministrit Sébastien Lecornu, po protestat nuk kanë të bëjnë edhe me çmimet, protestat dhe grevat. Çfarë mund të themi më shumë shkurtimisht për Francën? Po ju shumë mirë e shprehet mbi emrin aty, si duket ndoshta e dini frëngjishtën. Po. Unë e kam mësuar në shkollë të mesme frëngjisht, po nuk arrita që ta mësoj pak spanishten, mund ta kuptoj dhe mund ta flasi pak, po edhe atë e kam haruar. Tani kuptohet që Macron është duke dështuar në mandatin e tij
ai nëse na kujtohet para ndoshta 2 viteve shpalli zgjedhje të parakohshme, pra e ka të drejtën apo kompetencën që ta shpërndaj parlamentin. Dhe ajo ishte një fillim i krizës, për shkak sipas rezultateve të zgjedhjeve parlamentare, ai e humbi shumicën, pra partia e tij e cila përkrah atë, e humbën shumicën, dhe ata që ka fituan ishte ekstremi majt dhe ekstremi gjatë. Ne i quajmë ekstrem, po ato ndoshta nuk janë ekstrem, janë mirë po propaganda perëndimore, si zakonisht, apo propaganda liberale, i quan të gjithë ata që ka mendojnë ndryshe nga ata ekstremista. Dhe në vend që të bëjnë një marrëveshje me parlamentin, pra të nxjerrin një kandidat prej të gjathtës apo të majta, ai e emroi në njëri të besueshëm të tij, një njeri i cili ishte i dhënë mbas Unionit Evropian dhe jo mbas interesave të Francës dhe francezëve, dhe si duket e humbi vot besimin në parlament dhe ishte i detyruar Macroni tani o të shpall zgjedhje të parakohshme ose të emroj një kryeministër të ri. Dhe si duket ai ka emruar një kryeministër të ri, i cili është besnik po ashtu i Macronit, dhe kuptohet që populli del dhe proteston për shkak se nuk janë të kënaqur me politikat ekonomike të kësaj qeverisë dhe nuk janë të kënaqur edhe me politikën e jashtme të presidentit Macron dhe të kësaj qeverie, sidomos për luftën në Rusi dhe Ukrainë dhe ndërhyrjen me para dhe me ushtar dhe luftën diplomatike që e bën kundër Rusisë Macroni. Tani nëse e vëreni, ky kryeministri i ri ka qenë ministër i mbrojtjes në qeverinë e kaluame dhe është marrë me çështjen e Ukrainës dhe Rusisë gjatë gjithë kohës, dhe ardhja e tij në krye të qeverisë është brengosëse, për shkak se flitet se Franca mund të dërgoj ushtarët e tyre, sidomos në pjesën e Odesës në Ukrainë, për shkak se është afër kufirit të Rumanisë dhe në Rumani ka 10 mijëra ushtar francez që përgatiten të hyjnë në Ukrainë dhe është brengosëse. Mirëpo, pse si ndodhi kjo që në Francë kryetari i shtetit të emroj kryeministrin, për shkak se kjo nuk është logjike për shumicën e shteteve. Për shembull, në Maqedoni nuk mund kryetari ta emroj kryeministrin pa përkrahjen e parlamentit, ashtu edhe në Shqipëri dhe në shumicën e shteteve. Mirëpo kjo ndodh kur në shpallet Republika e 5 franceze në vitin 1958, pas luftës së dytë botërore deri në atë periudhë, si politikan më i rëndësishëm është Charles de Gaulle i Francës, dhe atëherë kemi ndryshime të shpeshta të qeverisë, ku se gati çdo 6 muaj apo 1 vit kemi qeveri të re, dhe de Gaulle për të bërë një shtet apo qeveri më stabile, ai e ndryshon kushtetutën dhe i jep të gjithë këta kompetenca presidentit. Pra në një farë mënyre Franca, edhe pse republik, ajo mbas kompetencave të presidentit mund të konsiderohet edhe monarki. Mirëpo e mira e kësaj është që mbas 2 mandateve presidenti nuk ka të drejtë që të zgjidhet, dhe e mira e kësaj është që ndoshta mbas 1 viti apo 2 viti do t'i kaloj mandati Macron, dhe besojmë që francezët do të mund të zgjedhin një lider më të mirë për interesat e tyre. Mirëpo është e qartë që konkurrenti i tij, Marine Le Pen, nuk do të mund që të ngaroj në zgjedhjet presidenciale, për shkak se me një vendim gjyqësor i është marrë drejt asaj që të konkuroj, po me siguri opozita, qoftë e gjatë, qoftë e majt, do gjejnë personin e duhur dhe i cili do të interesohet për interesat e Francës dhe të Bashkimit Evropian në interes të gjithë antarëve të Francës dhe të Evropës, dhe jo që të merren me luftën në Rusi dhe në Ukrainë, në këtë luftë që veç dihet se Rusia do të dalë fitues dhe gjithë ato harxhimet i bëjmë më kot, dhe jo që ka kosto të madhe financiare, po të gjithë ata refugjat do duhet të strehojnë në shtetet e Evropës dhe që e ngarkon edhe më shumë krizën evropiane. Mirë, duhet idem pak tani këtu në Ballkan tek ne shqiptarët, në Kosovë dhe në Maqedoninë Veriut, po së pari në Kosovë shumë shkurt. 2 ngjarje të paktën kanë qenë mbizotruese në javën e fundit, po e nis nga kjo e dyta dhe më e rëndësishmja është dëshmia
e ish zëvendës sekretarit amerikan të shtetit James Rubin në gjykatën e Hagës, një dëshmi e cila është brohoritur dhe është mirëpritur nga pothuajse të gjithë shqiptarët, një dëshmi e cila e ka lehtësuar, po themi, akuzën ndaj ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke ngritur nga ana tjetër pikpyetjen për përgjegjësinë e tyre edhe tek suksesi i luftës nga ana tjetër, se çdo gjë ka, themi, dy anë. Dhe një zhvillim tjetër është pastaj ndërprerja e dialogut strategjik mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë Kurti, duke një lajm i publikuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, duke bërë përgjegjëse qeverinë Kurti për destabilitet, po them, në raportet institucionale me kuvendin, me gjykatën kushtetuese. Çfarë mund të thuash shkurtimisht për këto dy çështje? Të përgjigjem pjesën e dytë të pyetjes, që unë pajtohem me atë raport të ambasadës amerikane. Është e vërtet që qeveria Kurti ka bërë destabilizim të marrëdhënieve të qeverisë dhe kuvendit, dhe të qeverisë dhe zyrës së presidentes me gjykatën kushtetuese. Pra kjo është një jo seriozitet nga ana e politikanëve të Kosovës dhe unë jam shumë kritik. Unë si jurist kuptohet që i njoh rrethanat juridike, kompetencat e institucioneve dhe si duhet të hece procesi në një shtet të së drejtës dhe nga çdo aspekt që shiqoj, qeveria Kurti bën shumë gabime të mëdha. Për shkak se zgjedhjet kanë përfunduar në shkurt, dhe tani jemi në shtator, dhe më shumë se 6 muaj, ai usheq pa mandatin e tij të tretë të qeverisë Kurti, dhe kjo është e pabesueshme, e pafalshme. Tani kuptohet ata militantët e Albin Kurtit apo të vetëvendosjes, thuajnë ne kemi fituar shumicën, neve na takon kryetari i kuvendit apo ta konstituojmë kuvendin, na kujtohet ajo koha e cirkut që bëhej në kuvend. Mirë po ato duhet të kuptojnë se nuk kanë fituar mbi 50%. Ata kanë dalë parti e parë, që nuk do të thotë se kanë të drejtën ekskluzive ta formojnë qeveri. Dhe kjo është problemi, sipas meje. Për shkak se ai nëse bënte koalicione me parti të tjera, ai lehtësisht do ta formonte si parlamentin, po ashtu edhe qeverinë. Mirë po ai bën inate politike përderisa është kryeministër i gjithë qytetarëve. Nëse jeni kryeministër i vetëm antarësisë suaj, atëherë duhet të mbeteni vetëm kryetar partie dhe jo ta përfaqësoni të gjithë Kosovën. Dhe Kosova po ashtu ka një minoritet serb. Kuptohet që edhe kërkesat e tyre duhet të respektohet. Nuk duhet të bëhet patriotizëm në emër të shqiptarisë përderisa e fut Kosovën në një krizë dhe një krizë me diplomatët e huaj, të cilët kur vinë në Kosovë, gjithë qytetarët i shiqojnë të barabartë, nuk i shiqojnë vetëm shqiptarë, ata i shiqojnë edhe serbës me të drejta të plota, edhe turqit, edhe torbeshët, atë çka kanë komunitetet tjera. Pra në këtë aspekt, Kurti ka dështuar dhe po qeverisën pa mandat, që është e pafalshme. Tani unë jam shumë kritik ndaj Kurtit, po për një rast do ta lavdroj dhe do të ndërlidhe me pjesën e parë të pyetjes. Pra Kurti ishte kundër formimit të gjykatës speciale dhe për këtë e kam mbështetur atëherë se mbështes edhe tani dhe ja që u dëshmua që ai kishte pas të drejtë. Nuk ishte nevojë parlamenti i Kosovës apo kuvendi i Kosovës ta formojë gjykatën speciale, për shkak se në ish Jugosllavi me vendim të OKB-s dhe Këshillit të Sigurimit u formua gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, pra e përfshinte edhe Maqedoninë, kishte edhe prej Maqedonie të akuzuar. Prej Kosove, sa më kujtohej, ishte Ramush Haradinaj, ishte Fatmir Limaj, pra ai proces përfundoi. Mirë po këta e ringjallën për shkak të diplomacisë së dobët të Kosovës, të cilat u shkëputën nga diplomacia SBA-s dhe u afruan me diplomacinë evropiane dhe nga papërvoja ata e themeluan këtë gjykat kjo e cila me prokurorët e saj hyn edhe fondacioni Sorosi, pra ata janë shumë me ndikim. Jack Smith, mund ta quajmë sorosist për shkak se përderisa Trumpit ju ngrit akuza
Qartë. për janarin e 2020-ës, atë e emruan Ministri Punëve, Ministri Drejtësisë i SBA-s, i cili ishte një çifut, dhe i ardhur aty me ndikim të Sorosit, ai e emroi Jack Smithin si përgjegjës për ta ndjekur Trumpin. Mirë po kuptoj që Trumpi fitoi dhe ai dha dorëheqje, po edhe nëse nuk jepte dorëheqje, Trumpi do ta pushonte prej pune. Dhe kjo çështje e gjykatës u ngatrua aq shumë dhe pata mundësinë që ta ndjeki pak mbrojtjen që e bënte në favor të komandantëve të UÇK-s apo liderëve të UÇK-s, James Rubin, dhe ai thoshte që nuk ka kuptim që 5 vite të mbahen të akuzuar liderët e UÇK-s dhe mos ketë një vendim gjyqësor, dhe sipas atij kjo ishte një akuzë politike, por nuk është shembull i vetëm. Mua më kujtohet që lideri i Partisë Serbe Radikale, Vojislav Šešelj, u mbajt në hak për 13 vite nën akuzë, pa u dënuar. Pra edhe pse kanë kaluar 5 vite, unë besoj që kjo do të zgjatet edhe më shumë. Mund të mbeten aty edhe 10 vite, po edhe nëse dënohen, do të dënohen ndoshta 10 vit apo 15 vite dhe do të lëshohen. Kjo është një sakrificë atyre komandantëve të cilët shkuan aty vullnetar. Qartë. Dhe besoj që qytetarët e Kosovës do ta respektojnë vendimin e tyre që të shkojnë vullnetarisht dhe të mbrojnë interesat e shqiptarëve dhe luftën e drejtë të UÇK-s për të çliruar nga okupimi i Serbisë. Dhe minutat e fundit, frymëzim dua që t'ia kushtojmë situatës aty ku je ti në Maqedoninë e Veriut, sepse ka nisur fushata elektorale për zgjedhjet vendore lokale të 12 tetorit. Si paraqitet situata dhe pra cilat janë forcat dhe balancat, po them? Po, zgjedhjet lokale do të mbahen më 19 tetor. Më 19 tetor. Besoj që në Kosovë do të jenë 12, nuk e ndjeki në Kosovë, nuk kam ide se çka është duke ndodhur atje. Tani në Maqedoni nuk është shumë e komplikuar situata. Kemi 4 parti kryesore apo grupe partijake. 2 janë maqedone, e cila njëna është në pozitë dhe njëna është në opozitë. Dhe të tabori shqiptar, po ashtu kemi 2 parti kryesore, njëna është opozit dhe njëra është pozit. Dhe kuptohet që gjithë këta parti kanë kandidatët e tyre në qytetet e Maqedonisë. Neve që ka na intereson janë qytetet apo komunat shqiptare, me shumicë shqiptare. Dhe si zakonisht ka disa qytete urbane shqiptare, sikur është Tetova, Gostivari, Dibra, dhe sot kemi edhe një pjesë të Shkupit, Çajiri quhet, është vend urban, Struga dhe Kërçova. Këta janë qytete urbane që besojnë që shqiptarët si zakonisht i fitojnë këta komuna. Dhe lufta do të jetë e ashpër në çdo komunë. Kuptohet kemi edhe komuna rurale, ku kemi komuna ku 100% banorëve janë shqiptar, dhe kuptohet që do të fitojnë një nga partitë shqiptare. Po kemi edhe komuna ku janë të përzier dhe në një komunë fiton Maqedon apo shqiptar, apo votuesit Maqedon ndikojnë cila parti shqiptare do të fitoj, për shkak se të gjithë kanë të drejtë vote dhe bëhen edhe koalicione para zgjedhore. Tani zyrtarisht fushata ende nuk ka filluar, do të fillojnë në ditët e ardhshme. Dhe do të përqendrohem pak për Gostivarin, për shkak se unë jam i Gostivarit. Gostivari në këtë zgjedhje ka veçantinë e vete, për shkak se prej 2 kandidatëve, një prej partisë qeveritare, një prej partisë opozitare, ka edhe një kandidat të pavarur, dhe të cilën unë përkrahi dhe jam në krah të tij, quhet Visar Ademi. Dhe edhe pse shumica na thuajnë e keni të kot betejën, se kuptohet që partitë e mëdha politike do të fitojnë. Kush janë 2 partitë e mëdha që garojnë 2 kandidatët e tjerë? Nga cilët parti? Njëna është e partisë së qeverisë, Vlen quhen ajo partia. Koalicionit Vlen. Dhe njëna janë opozita, AKI e ka koalicionin Aleanca Kombëtare për Integrim. Përderisa kandidatit të cilën e mbështesun është miku im dhe kuptohet është
specialist i ekonomisë, ka studiuar edhe në Tiranë, dhe besoj që Gostivari është në një situatë shumë të vështirë. Kandidatët e partive kanë dështuar që ti zgjedhin çështjet tona lokale, për shkak se interesi im në këta zgjedhje është interes lokal, nuk është interes kombëtar. Dhe e përkrahi atë, edhe pse shumica thuajnë se është e pamundur, po ne do të bëjmë ndonjë emision tjetër mbas një muaji. Dhe nëse fiton ai, do të jetë një frymë e re në politikën shqiptare në Maqedoni, për shkak se edhe persona vetëm me mbështetjen e qytetarëve mund të dalin në skenën politike dhe mund të bëjnë ndryshim në nivel lokal, po pse jo në të ardhmen edhe në nivel qendror. Interesi jon është për një jetë më të mirë. Gostivari nuk jetojnë vetëm shqiptar, jetojnë edhe maqedon edhe turq. Ne jemi që të gjithë kemi një bashkëjetesë, përderisa partitë qeveritare dhe ata opozite, ata flasin tanë kohën për gjëra të mëdha, për çështje apo interesa kombëtare, interesa shtetërore dhe i harrojnë interesat tona të përditshme, që është pastërtia e rrugëve, largimi i qendrave endacak dhe lufta e korrupsionit lokal, për shkak se ajo na ndikon drejt për drejt dhe si rezultati i punës së pasuksesshme të tyre, rinia largohet prej qyteteve tona shqiptare. Dhe patriotizmi më i madh për politikanët shqiptar do të ishte që ta mbajnë rinin në vend të tyre, t'ju ofrojnë mundësi për punësim dhe një standard jetese të rehatshme, pa krime dhe pa korrupsion. Kjo nuk është vetëm për Maqedoni, kjo vlen për gjithë politikanët shqiptar kudo që ndodhen, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi, kudo. Le të jetë Gostivari fillimi një politike të re, të